Përshëndetje Mond, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Kemi një pyetje standarde këtu për karrierën. Çfarë mund thuash, ti ke shumë karrierë, ke kënduar shumë këngë, po pak një histori të shkurtër të mbledhur të asaj që ti e quan karrierë, nga fillimi e deri sot që vazhdon të këndosh. Përshëndetje, në radhë të parë uroj gëzuar vitin e ri 2026. Inshallah gjithë shqiptarët paqin fat në mbrëmsi në familjet e tyre. Karriera ime si këngëtar kam filluar shumë shpejt, pothuajse që në fëmijëri, duke u rritur gati në vitet 90 filloi pasaj që si gjithë ne muzikantë filluam muzikën radhë në përdasma, duke u rritur, duke u pjekur në muzikë, me koncerte, me dasma, me shumë evenimente të radhës. Kështu ka ardhur gjatë gjithë kësaj kohe karriera ime muzikore. Atëherë, çfarë mund të thoni diçka për këngët më të bukura që keni menduar? Si mendoni? Cilat janë për ju këngët më të bukura? Këngët më të bukura për mua janë, domethënë, zhanri i muzikës çame është një nga perlat e muzikës popullore. Jo se të gjithat tjerat janë që kje, po muzika çame ka një veçanti të veçantë në gjitha krajinat e Shqipërisë, sepse ka një larmi të madhe në muzikë. Edhe siç jam veçantë, e kam në shpirt që të këndoj muzikën çame, edhe dua shumë të gjithë muzikën shqiptare, jo vetëm atë çame. Sa vështirë ti këndosh gjithë ato trevat? Me të drejtën, është shumë e vështirë të këndosh të gjitha zhanret e muzikës, sepse do të jesh një këngëtar shumë profesionist që të këndosh gjitha zhanret e muzikës popullore të Shqipërisë, sepse secila ka specifikën e tyre, ka të ngjyrën, ka të karakterin që do të japësh se s'bën, po do të jetë një këngëtar që të impostohet, ka stile për të dhënë karakterin e gjitha krajinave të Shqipërisë. Po me sa jam mundur, i kam arritur një pjesë të madhe të tyre. Do të thënë, që nga Shkodra, që nga Shqipëria e Mesme, që nga Korça, zona e Fierit normale dhe jugu është zona jonë, nuk e kam pas shumë problem. Po megjithatë, edhe muzikën e lehtë dua fort, e këndoj me shpirt. E kam në shpirt muzikën e lehtë dua fort. Të gjitha zhanret e muzikës shqiptare janë të bukura. Kështu që do të jesh shumë profesionist, të impostohesh për të kënduar të gjitha këto. Po, diçka për tubo folkun, ajo që është quajtur tubo folk, çfarë mendimi keni për atë? Këtë lloj muzike?